Përkushtimi besimtarve për kultivimin e fetarisë së vërtet është i madh. Kjo për faktin se fetaria e vërtet dallon edhe si koncept, por edhe si praktik. Si koncept nga se nuk është pretendim, ndërsa si praktik nga se prej saj varet shpërblimi tek Allahu i madhruar. Përgjatë gjithë kohës, dietarët musliman kanë dhënë këshilla se si ne mund ta kultivojmë fetarinë. Ne kemi përzgjedh këshillën e Ibn Battah el-Ukbari, i cili ka bërë një përmbledhje të bukur dhe të qartë. Ka thënë besimtari më i ruajtur, më i mbrojtur nga gabimet, nga gjunahet, është ai që ruan më së shumti gjuhën e tij, ai që është më i angazhuar me fenë e tij dhe ai që gjërat e padobishme, gjërat e panevojshme i braktisë më së shumti. Pra janë këto tri elemente të cilat formojnë konceptin e fetarisë vërtet. E para ka të bëjë me ruajtjen e gjuhës. Siç e dini, ndonjëherë, ndoshta edhe për shkak të nënvlerësimit të rreziqeve të saj, njerëzit lëshohen në fjalë që nuk janë të mira, nuk janë të dobishme, në fjalë që janë kat. Ndërsa do duhet ta bënim tjetrën. Nga se, siç e dini, si besimtar, ne ofrojmë imazhin tonë më të mirë, më të qartë, më të pastër dhe më përfaqësues të Islamit, kur ne flasim drejt dhe mirë. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë, musliman është ai që nga gjuha dhe dora e tij janë të sigurt të tjerët. Pra kur ne themi të drejtën, kur ne ruajmë gjuhën, kur ne flasim vetëm fjalë të mira, ne e ofrojmë një imazh të vërtetë të Islamit. Ndryshe, nëse ne themi fjalë që nuk ju kushtojmë rëndësi dhe e nënvlerësojmë rrezikun e tyre, atëherë ne rrezikojmë që të bijem në humnerën e mëkateve. Një ditë në praninë e profetit Muhammed, zonja Aisha, nëna jon Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, tha për Safijen, për gruan tjetër të profetit Muhammed, se ishte e shkurtër me trup. Muhamedi alayhis salatu wassalam i tha, e ke thënë një fjalë, e cila po të përzihej me ujin e detit, do ta trazonte të tërin, do ta turbullonte të tërin. Pra një fjalë vetme, një fjalë e keqe vetme, ka aftësinë që ta turbulloj një det të tërë. Një fjalë e vetme është mëkat i cili mund ta turbulloj tërë fetarinë tonë. Porosia e dytë e Ibn Battah ka të bëjë me angazhimin me fenë. Ka një rregull me rëndësi, ka një parim, një kriter se në qoftë se ne nuk e angazhojmë veten tonë me punë të hajrit, me punë të mira, me punë të dobishme, atëherë vetja jonë, nefsi, siç ka thënë Imam Shafiu, do të na angazhojë neve më të kotën. Pra sa herë që ne nuk bëjmë mirë, ne bëjmë keq, nga se nefsi nuk ka gjendje neutrale. O do të bëjmë mirë, o do të bëjmë keq, duke braktisur të mirën, duke braktisur angazhimin për punë të mira. Prandaj është përcjell si porosi nga Abdullah ibn Mesudi, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë kësaj: mua nuk më pëlqen që ta shoh besimtarin që ka 2 ditë të ngjashme. Pra, nëse nuk ke shtuar të mirat, nëse nuk ke përvetësuar të mira, atëherë nuk ke prej atyre besimtarëve të dalluar, nga se secila ditë e jetës sate është një mundësi shtesë, të cilën duhet ta shfrytëzosh në mënyrë që të përfitosh tek Allahu i madhruar. Allahu në Kur'an na kujton rëndësinë e angazhimit me fenë, me punët e hajrit, me punët e mira. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kur ti i kryen punët e dunjas, atëherë përkushtohu për Zotin tënd. Pra, i ke kryer obligimet që kanë të bëjnë me jetën private, me jetën materiale, që kanë të bëjnë me shtëpinë, me familjen, atëherë përkushtoju Zotit tënd. Përkushtohu për fenë tënde, plotësoje aspektin shpirtëror. Dhe këshilla e tretë e Ibn Battahs ka të bëjë me një dimension të fetarisë i cili ka një rëndësi të jetë të madhe. Braktisjen e gjërave që nuk janë të dobishme. Besoj që ata që kanë lexuar literaturën fetare e dinë se kjo këshill në të vërtetë është këshill profetike. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë
prej islamit të mirë, prej treguesve se dikush ka fetarinë e mirë, është kur i braktisën gjërat që nuk janë të dobishme. Pra, çdo fjalë, çdo vepër, çdo gjë që neve nuk na sjell të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, të mira të legjshme, ajo vepër duhet të braktiset. Dietarët muslimanë kanë thënë se kjo këshill profetike në të vërtet e përmbledh wara'in, atë që quhet se një nivel i avancuar i devotshmërisë. Prandaj dhe llogaritet 1/3 e fesë. Pra, kjo këshill ka një rëndësi teje të madhe nga se neve na mundson që të kalojmë nga një nivel në tjetrin duke u përkushtuar më shumë dhe duke u ngritur në nivelet më të larta të ruajtjes ose devotshmërisë, siç ne e quajmë në gjuhën fetare. Prandaj, nëse ne duam që të jemi fetar të vërtet, duhet të dimë se fetaria jonë duhet të reflektoj. Duhet të reflektoj në raport me veten tonë, duke u kujdesur për moralin tonë, në raport me Zotin tonë, duke bërë vetëm atë që Zoti na urdhëron, dhe në raport me të tjerët, duke qenë korrekt, duke i respektuar, duke i nderuar dhe duke mos e shqetësuar askën prej tyre. Zotin e lutim që na bekojë për devotshmëri të vërtetë.